Konflikti aktual kufitar me Serbisë dhe Kosovës, i cili mori flak javën e kaluar, e nxori përsëri në dritën e diellit një konflikt të fjetur gjatë. Shkaqet e këtyre përplasjeve kërkohen në media dhe shpjegohen me rregulla doganore. Në raportimet aktuale thuhet se Serbia ka frikë nga njohja indirekte e Kosovës, nëse ajo do të pranonte vullat e doganave, dhe që ajo kështu të pranojë humbjen eventuale ekonomike për shkak të trafikimit kriminal kufitar. Çështja që duhet të shndërrohet mbi të gjitha këto ngjarje është: ku qëndron Kosova nga pikpamja e të drejtës ndërkombëtare? Kështu shkruan portale gjerman dhe European Circle në një artikull për zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës. Në artikull theksohet se Kosova deri më tani është njohur nga 77 shtete, prej tyre 22 shtete të BE-s, ndërsa statusi i saktë ndërkombëtar në lidhje me shpalljen e njëanshme të pavarësisë më 17 shkurt 2008 është ende më tepër i patejdueshëm. Sipas The European Circle, Serbia si pasardhës e Republikës Federative të Jugosllavisë e sheh shtetin e vogël ende si provincë të veten autonome. Veriu i Kosovës, ku ndodhen pikat kufitare të Jarinë dhe Brnjak, për të cilat aktualisht luftohet, banohet kryesisht nga pakica serbe. Ato janë 7% e të gjitha atyre që jetojnë në Kosovë. Që nga zgjedhjet parlamentare serbe në maj të 2008-s, këtu ekziston një organ i mëvetishëm civil dhe administrativ, i cili vepron paralelisht me organet zyrtare kosovare dhe ndjehet si pjesë e Serbisë, një shtet në shtet pra, i cili njëron aktorët ndërkombëtar të BE-s dhe OKB-s që janë prezent në vendin e ngjarjes, theksohet në artikull.